Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahun e madhuar e falenderojmë, me të prej tij ndihmë dhe falë kërkojmë, lavdatat bekimet e Allahut qofshin me Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, bi familjen e tij, shokët dhe çdo ata që ndjekin rrugën e tyre deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të nderuar vëllezër dhe motra, po vazhdojmë sonte me lejen e Allahut të mënduar me komentin e Gjuzit Amme, dhe në takimin e kaluar kemi përfunduar, alhamdulillah, komentin e surës Quraysh. Pas surës Quraysh vije surja El Maun. Dhe kjo surë të nderuar vëllezër është nga surët e shkurtra të Kuranit. Mirë po në aspektin përmbajtësor ka përmbledh tër Islamin, ka përmbledh tëra që Allahu Gjelle Ola ka kërkuar për njerëzën këtë libër. Dhe jo vetëm në aspektin e temave, po edhe në aspektin e funksionimit të besimit në jetën e përditshme, që muslimani tjeton i kompletuar me udhëzimet e Allahut Azza wa Jall, me standardet e vlerave që ka besuar në to, që mos ketë standarde 2 fishta apo 3 fishta në jetën e tij. Do të thotë në disa aspekte vepron me standardet besimit, e disa me standardet epshit, e disa me standardet zakoneve të caktuara kështu me radhë, nëse kjo shpërndarje dhe ky kas padyshim tregon minimumi mos kuptimin e drejtë të fesë dhe dobësimin e besimit. Andaj Allahu xhallahu në këtë sure, edhe pse është thash e shkurtër, po me të vërtetë çdo fjalë e saj, se jo fjali, po çdo fjalë e saj me të vërtetë është një shtyllë e rëndësishme e kuptimit të drejtë të fesë. Andaj mundohemi të ngadalë që gjitha këto që i përmenda me i shtjellu mbrana kohës që e kemi. Fillimisht, sa i përket kësaj sureje dhe lidhshmërisë së saj me surën e kaluar, po edhe me surët para saj, madje edhe me surët pas saj, ka lidhje të ngushtë. Nuk dua të zërojmë shumë në aspekt në lidhjeve, nga se vetëm kjo merr kohë shumë. Mirë po, vetëm sa për të bërë një hyrje në surën sonte. Në surën Quraysh kemi thënë se Allahu Xhallahu Ala ka përmendur begatit dhe mirësit e tij ndaj Qurayshve dhe kujdesin e tij ndaj Qurayshve. Dhe në kuadër të kësaj Allahu Xhallahu Ala u ka thënë me që Allahu ju ka nderuar, Allahu ju ka privilegjuar, ju ka begatuar Allahu me begatit shumëta, andaj e kërkuar nga ju është që reagimi ka shni kësaj tjetë فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ. Ta adhuroni Zotin. Do thot, nga kush i keni begatit? Nga Allahu. Kush e ka ruajtur qabën, që me ruajtjen e qabës është ruajtur edhe kënaqësia juaj, madje ekzistenca juaj, e ka ruajtur Allahu Xhalla Xhelaluhu. Se s'pat mundësi me ruajt. As idhuj që i patët mbrana s'pat mundësi me ruajt. Ikët. Edhe u shpartalluat. Dhe me sytë e ju e keni pa që Allahu Xhallahu Ala e ka shkatru ushtin e Ebrehës. Andaj Allahu Xhallahu Ala ju ka begatu. E ka ruajtur llojin e juaj dhe e ka ruajtur Allahu pozitën. Dhe në bazë të kësaj pozitë që e gëzoni, ju lirshëm u thoni verës së dimnit në tregti, nuk ju nguc askush, s'ju askush. Jeni të sigurt në vendin e juaj, por jeni edhe të sigurt në lëvizjet e juaja. Kjo begati e madhe është. Dhe në fund Allahu Xhallahu Ala përmend alladhi at'amahum min ju'in wa amanahum min khawf. Domthon kërkesa është në mes, para saj ka begati dhe mas saj ka begati. Andaj ai është që Allahu Xhallahu Ala i cili ju ruajti nga uria, ju dha mjaftueshëm ushqim të bollshëm, që mos të keni frikë nga uria, dhe Allahu ju dha siguri, nuk keni frikë nga sulmet e as nga çfarë lloj pushtimi tjetër, nga se tashmë pas surës Fil mori fund çdo përpjekje ndokujt për me godit dhe me sunu Mekën. Kjo është surja Quraysh. Këto janë kërkesat e Allahut ndaj robëve të tij. Dhe këto janë argumentet mbi të ndërtohet kjo kërkesë. Shikoni Allahu Xhallahu Ala të ndërvozër sa është i mëshirshëm, sa është bujar. A ka nevojë Allahu me arsyetu kërkesën? Jo, s'ka nevojë. Kërkesa Allahut ka nevojë për argumente? Jo, s'ka nevojë. Kur ai kërkon e dim se është në rregull.
S'ka nevojë ka zonë Allah, pa e kërkoj këtë për shkak të kësaj, për shkak të kësaj. S'ka nevojë. Mirë, po duke pas parasysh se njerëzit janë të dobët, shejtani i ngacmon, ka mundësi që në jetën e përditshme të dobësohen nga rrethana të ndryshme, Allahu te bareke ve teala kërkesën e tij zakonisht e ndërton mbi argumente. Kësaj radhe ka ndërkuar mbi bazën e kujdesit të Allahu xhallahu ala, edhe në siguri, edhe në ekonomi, edhe në ushqim, edhe në privilegj, edhe në epërsitë të kurajshve ndaj të tjerëve. Kjo është ajo që Allahu ka kërkuar, dhe kjo është argumenti, apo këto janë argumentet mbi të cilat Allahu xhallahu ala ka ndërtuar kërkesën e tij. Surja Al-Maun ta shtregon reagimin e tyre në karshi kësaj kërkese. Si shembull i një, një qasje skajshmërisht mos mirënjohëse ndaj begative të Allahut te bareku teala. Dhe kjo nuk është për Kurajsht, kjo vlen për gjithë njerëzit. Mirë po Allahu te bareku teala përmend se nëse ju kombëdhon këtë, atër ju ushqeni jetimin, nëse ju kombëdhon siguri, le të jetë i sigurt jetë pasuria e jetimit, le të jetë i sigurt tjetri, fukaraja, miskini, që ka nevojë t'i ndihmoni, le të jetë i sigurt që keni me ndihmu. Domthon, që ka hap Allahu juve ushqim e siguri, atër le të përfitojnë edhe të tjerë nga begatia që Allahu ka dhënë, që kjo është normale. Të ka hap Allahu te bareku teala, atëra jep ju tjerëve. Mirë po, nuk ndodhi kështu. Nuk ndodhi kështu. Surja Maun përmend se, njerëzit si pasojë e mungesës së besimit të dur, e kanë shpërfill jetimin, e kanë refuzuar, edhe e kanë dëbu jetimin, edhe nuk i kanë ndihmu miskinit të mirit, e të vëbektit, edhe nuk i kanë kryu obligimet as në i krijesave, e as ndaj Allahut te bareke o ta'ala. Kjo është lidhja me surën Kurajsh. Surja Kurajsh në fund ka përmendur ushqimin dhe sigurinë, surja Maun ka përmendur, kooperacinë e njerëzve në atë që Allahu ka dhënë. Dhe surja Kauthar, masaj që do të flasim për të inshallah gjerësisht në takimin e ardhshëm inshallah, edhe atje flet fasalli li rabbika wanhar. Në surën Maun është disa e fal namazin, po sa për sy e faqe. E qysh duhet me qenë bujar? Surja Kauthar, se Kauthar është sinonim i bujarisë. Kauthar është lumë që ku shpin njerë për ti nuk jetet më kur. Bujaria Allahut azza wa jall. Fasalli dhe falu qysh duhet. Wanhar ther kurban një moju tjerve. Andaj surja Kurajsh është argumenti Allahut për adhurim. Surja Maun është tregues i mos mirënjohjen dhe kujdesit të Allahut xhallahu ala, e surja Kauthar është shembull i praktik qysh është një musliman ndaj Allahut falërues, nga surja Kauthar është surja që flet për begatinë e Allahut ndaj Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Andaj Allah ka begatuar Mekën, Kurajsht në mes e të cilës Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, dhe surjet që pasojnë Maun dhe Kauthar janë dy modele. Modeli i shpërfilljes dhe mos mirënjohjes në Maun, dhe modeli i nështrimit, adhurimit dhe mirënjohjes në surën Kauthar. Kjo është lidhja mes surës Maun, me atë përpara dhe me atë mas. Dhe është lidhja shumë e rëndësishme, nga se ka një rrjedhë, domethënë interesante të asaj që ka të bëjë me ndikimin e besimit në jetën e njerëzit. Surja Al-Maun, të nderuar vëllezër, sipas shumicës së dietarëve është sura e Mekës. Edhe pse ka disa diskutime mes dietarëve se namazi që është përmend në mes të surës, tregon që namazi është fal në Mekë, në Medinë, apo fa wailul lil musallin, mirë për ata që falen, alladhina hum an salatihim sahun, ata që nuk janë të kujdesshëm ndaj namazit të tyre. Në Mekë nuk është fal namazi. Namazi obligim është bërë në Medinë. Mirë, po sidoqoftë disa kanë thonë që pjesa e parë është e Mekës e pjesa e dytë është e Medinës, por ata që kanë thonë se është e Mekës e kanë jap shërimet e duhura pse është përmend namazi këtu. Kjo sure fillon domethënë me një pyetje, sikur se sura e Fil, Alam tara, këtu nuk është tash në kohën e tashme, sikur se ka qenë në Fil, Alam tara, apo e sheh, po është e ra'ayta alladhi. Është në mënyrë, domethënë, pyetse
që disa djetarë ka thënë se është në formën e çudis. A ke pati, çudi puna e këtij njeri atë. E rajte ledhi, a ke pat. Kë e ke pa, e ka dhe kuptimin e pamjes vizuele. Me sytë të a ke pa. A ke pa ato afër te, a kushin ton, a ke pa kët, a ke pa atë. Nuk ka shumë shembull një që realisht na i shohim të cilët bëjnë pjesë në këtë trajtim të kësaj sureje. Po edhe nëse se ke pa ke dëgju për te, edhe dëgjimi është me i pamje. E kanë me pa Zot, alladhi yukadhibu bid-din. E ke pa atë që e mohon ditën e gjykimit. Bi yawmid-din, ra'ayt alladhi yukadhibu bid-din. Këtu din kanë thënë dietarët, shumica e tefsirit kanë thënë, shumica e dietarëve të tefsirit është për shemb dita e Kiametit. Si domethënë kuptimi i drejtë i surës El-Fatiha, Maliki Yawmiddin, atje është quajtur Kiameti me din dhe këtu din është dita e gjykimit. Disa kanë thënë se është për shemb Islami, din është feja, dinul Islam, inna ad-dina 'inda Allahi al-Islam, do feja e vetme tek Allah e pranuar është Islami. Por çdo qoftë, ai që e mohon ditën e gjykimit e ka mohon këtë Islamin. Do s'ka kundërshtim mes komentit të kësaj pjesë në mesën e dietarëve. Nga sa ai që e mohon Islamin e ka mohuar edhe ditën e gjykimit. Ai që e mohon ditën e gjykimit nuk i bën dobi krejt që ka besuar në Islam, krejt bin, nga se ka mund një shtyllë për shtyllave të besimit. Andaj bëhet fjalë fillim të kësaj sureje për një kategori të caktuar njerëzit të cilët nuk e besojnë ditën e gjykimit. Arsyeja pse këta nuk e besojnë ditën e gjykimit të ndërlozur, edhe në atë kohë dhe sot, nuk është në mungesë të argumenteve. Nuk është sa ata janë të interesuar me i dëgjuar argumentet. Mirë po, besimin e ditën e gjykimit u aprish kalkulimet e dunjas. U bën problem në aspektin e tyre material. Prandaj zgjidhja më e mirë është mohoje edhe rahatohu. Mohoje edhe rahatohu. Prandaj sikurse e kemi pranë të sura El-Qiyama, që njëri e mohon ditën e gjykimit apo. Mirë po, ajo është i vëmendshëm dhe i vetëdijshëm çka është mu. Ai e din. Bal al-insanu ala nafsihi basira. Njeriu e din çka ka bëu. Edhe pse mundohet me jep arsyetime të shumta, një nga ato kush u kthy pi atij, kush ka ardhur pi atij kështu më radh. Andaj mohimi i ditës së gjykimit nuk është mohim i arsyetuar, absolutisht. Është skajshmërisht i pa arsyetuar. Motivi kryesor që Kurani flet për të, kur flet për ata që mund të gjykimit, kryesisht është i ndërlidhur me interesat e kësaj bote. Interesat e kësaj bote. Nga se të ndërozër, besimi në gjykimit është regulator i jetës. Nëse besohet ç'ish duhet dhe funksionon ç'ish duhet. Dhe tash, mos më zgjat shumë këtë pikë në koment, mendoj që ajeti vijues është mjaftueshëm, domon tregues se për çka bëhet fjalë. Do Allahu xhallahu thot, a ke pa ato që mund ditën e gjykimit? Mirë ti thosh, e kush është ky? Ç'ish do këtë që mund? Për shembull, mohimi është deklarim. A është mohimi deklarim? Po. Për shembull ti nuk kur njëri hesht, a din ti çka beson ai? Pra njëri veç më na që kështu, e mund ti je musliman. Ti si je musliman? A mundesh me bëj kështu? Jo s'mundesh. Deklarimi është pohimi dhe mohimi janë deklarim. Për që ata, për me u pranu dëshmia e dikujt, sa musliman do të na meni që ka thonë, ashhadu an la ilaha illallah, wa ashhadu anna Muhammeden abduhu wa rasuluhu. Musliman, dhe pas shajt deklarim, qartë se është musliman. Andaj, këtu Allahu thot, a e ke patë. Mirë, nuk thot a e ke nijat. Ndëgjën kjo surë është shumë e rëndësishme të vëllezër në problemet tona jetësore. Allahu thot a e ke nijat ta, nga se mohimi ka të bëjë me deklarimin, e deklarimi ka të bëjë me zërin, e zëri ka të bëjë me dëgjimin. Së shmëllon, e pe ato që është falke. A e nishë që ka falke. Që është e po mirë, pse këtu është e ke pa? Pse këtu s'ka pohim? Po ajo që Allahu flet mas këtja jeti, nuk është e ndërlidhur me pohimin apo mohimin.
po është e ndëlidhur me veprimin. Arajte alladhi yukadhibu bidin, a ke pa ato që e mandin gjykimit? Kush ai o Zot? Ku me ditë na kush ai? Fa dhalika alladhi yad'u al-yatim. Ai është i cili yad'u al-yatim. Që ka kjo don e braktis, po është braktisja arrogante. Se në gjuhën arabe, nga bukuritë e kësaj gjuhë është se nga njëra i shtohet një shkrojnë, i shtohet një tështit aty kush din ka po për me e rëndu ose me e lehtësu kuptimin. Apo. Për shembull, Allahu xhallahu kur tregon për ata që e kanë shpirtin ngushtë për shkak të mungesës besimit, thotë ka enma yas'adu fi as-sama. Ti vetë të thon shpirtin e kupton sa është vështirë ajo. Vetë në artikulim të shprehjes e kupton se të bëj fjalë diçka për rën apo. Edhe këtu yedu ul yatim. Pse mund të kon yedu ul yatim? E thjesht, si e lën e braktisë timin, jo apo. Nuk ka një braktisje. Është braktisje arrogante me shtyrje fizike. Don, çka është ai i cili e mund ditën e gjykimit. Prandaj të ndërvozër, Allahu te barekuhu teala i gjykon njerëzit në bazë të veprave të tyre. Ky që ka mund ditën e gjykimit, normalisht ky nuk ka musliman. Mirë, po çka na thot Allahu te barekuhu teala? Nëse edhe ti që shtyja bën jetimet, je arrogant, je i pamshirshëm, apo çfarë punë të kryen që beson ditën e gjykimit? Nëse veprat e ke një sikur sa ai që mund ditën e gjykimit. Sa ai që mund ditën e gjykimit, ai çka mat? Me çka mat ai? Me dunjë. Me një mujë timi çka më intereson. S'ka kamera, nuk kërkua zgjedhjeve, apo s'jam tu kandidu për deputet as për kryetar. Çka kam me minimum? Ai ti që mos e kam punë të mia atë. Apo kur vjen koha tani që më vjen mua tani po, i një mujë timit, i një mujë këtij se ka interes apo. Sa ai s'mat me ditë gjykimit, ai mat me dunjë. Ç'ka standardi i tij? Standardi muslimanit cili është? Allahu më shpërblen. E po mirë, a është ky standardi që mbasi ti vepron po? E pse po shtyjmë këtu jetimin, bro? Pse po veprojmë me standarde dyfishta? Këtu beson që Allahu na shpëlen ditë gjykimit, kur vjen puna për mëshirë, për humanitet, për bashkëpunim, për solidaritet, jo veç me jetimin, me dobti, me miskinë, sikur ta mësojmë, apo atë pse nuk je ç'është duhet? Pse nuk po funksionon te ti besimi ditë gjykimit? Andaj kjo është ajo që kemi cik disa herë në vëllazër, se mas pohimit të besimit dhe pranimit të çështjeve të besimit vije faza e funksionimit të këtij besimi të përditshëm, është funksional. Prandaj se besimi në gjykimin nuk është funksional, atëherë dallimi është shumë i vogël mes atij që e ka pranuar dhe atij që s'e ka pranuar. Në kuptim të ndikimit, jo në kuptim të gjykimit. Gjykimi është tjetër, unë bëra në kuptim të pranimit. Në kuptim të ndikimit e këtij imani në besimtarin i cili e pranon të gjykimit, po edhe ati që nuk e pranon ditën e gjykimit. Dhe kjo është sure që flet për një iman të përmasave tjera, të nivelit tjetër, që nuk është deklarim, nuk ka fjalë goje, por është funksionim, është lëvizje, është ndryshim në jetën e përditshme. Yedu ul yatim. Dhe këtu Allahu flet edhe për një, domethënë, mungesë të madhe të mëshirës. Mungesë të madhe të mëshirës. Ai që nuk e ndihmon jetimin, diçka tjetër, s'do më ndihmu për armitina. Ama me e shty jetimin, arrogant me shty dobtin, çka tregon kjo? Jo që mungesë besimi. Jo që mungesë besimi. Po kjo ka thënë diçka tjetër për tek kësaj. Çka ka thënë? Mungesë edhe natyrshmëria të pasur njerëzore. Njëri për me afru jetimin, nuk ka nevojë veç musliman me kon. Mjafton me kon njëri. Njëri mjafton. Pra e të ndërëzër, kur bëjt fjallë për fëmiju, se jetimi është fëmijë, është një fëmijë që i ka dek baba, nuk ka kujdestar, dhe e janë se ka rritë moshën madhore. Fëmijë. Jetimi që kjo është jetim në islam. Ai që këtë refuzon, ai këtë që është ty, nuk ka punë veç nuk ka musliman, ai as njerëz është. As njerëz mund me konë. Ai që për shembull të ndërëzër, i lën fëmijët pa bukë, doptit pa bukë, edhe i vranë, nuk ka punë a musliman asë musliman. Na jemi tash të në tjetër nivel, a njëri që kjo së njëri, lopëtën. Që kjo njëri së është më, lopëtën. Don këtë është
edhe nivelin e fundit të qindrit njëri e ka kalu. As njëri nuk është mua, s'ka mundësi me ku njëri kjo, për shkak se njëri, nëse s'funksionon mbi bazën e besimit, s'paku funksionon mbi bazën e natyrshmërisë, natyrshëm. Prandaj të ndërvozë, ka njerëz që mund me kohën për shembull, sa musliman, nuk beson pejgamberin alayhis salatu wasallam, nuk e din hadithet për jetimin, nuk din këto hadithaj. Ama ndërgjegje njerëzore nuk e lën me shty një grup plak, nuk e lën për shembull, apo me shtyp një fëmijë, nuk e lën. Kjo njëri është tek e fundit. Dhe Allahu xhallahu ala ka mbrojtur njeriu me natyrshmëri, me logjik dhe me besim. Këto janë portat mbrojtëse të njeriut. Nëse njeriu është i lig deri në atë mas, saqë shtyp jetimin, paramendon krejt të porta i ka thy. Krejt të porta i ka thy. Dhe këto porta me çka i ka thy? Me arrogancën e epshit vet dhe individualizmit dhe egoizmit vet. Shiko sa i ashpër, sa arrogant mund të jetë egoizmi i njeriu. Sa i keq më kon. Domthon portën e natyrshmërisë se kanal. Logjikisht i bjen të çka kime ka me këtë jetim. Logjika, arsyeja e shëndosh nuk lën me vepru keq. Mos las për fen. As natyrshmëri, as arsye, as besim. Çka më asaj apo? Çka më asaj? Këto janë tri elementet kryesore që njerin e dallojnë nga kafsha. Edhe pse kafsha ka një lloj natyrshmërie. Ka një lloj natyrshmërie. A keni pa kafsha sot të qetë e egër? Sot të qetë do të thotë dhëmshkyse. Megjithatë, e mëshiron të voglën e saj. Natyrshëm. Kush e ka bën me dash të voglën e saj? Kush e ka bën me mbrojt të voglën e saj? Kush e ka bën me dal ngjap për të voglën e saj? Kush e ka bën? Allahu xhallahu ala. Natyrshëm, instinktin Allahu xhallahu ala ka dhënë që instinktivisht, jo me mend, po instinktivisht me natyrshmëri të caktuar e ruan vetën. Ai që nuk din këtë me bë, ai s'ka natyrshmëri, as jo që s'ka arsye, po ai as instinkt shtazarak s'ka optën. Për shkak se kafsha s'paku me një instinkt, dhe dikon dhe me kone mëshirshme. Por ai që s'ka mëshirë për fëmijë, ai që s'ka mëshirë për të pleqt, ai do më thonë, mbi çfarë baze funksionon ai? Me çfarë standardi ai vepron? Nëse nuk është standardi i natyrshmërisë aktiv, nëse nuk është standardi i arsyes dhe logjikës aktiv, nëse nuk është feja besimi, standardi e besimit aktive, çka është ai aktiv? Me çfarë standardi e jeton? Me standardet e egocentrizmit, vetvetes. Unë çfarë fitojnë këto? Kur gjej? Unë e madh. Kaq. Unë çfarë fitojnë kuptim të parës, kuptim të famës, kuptim të autoritetit. Ai që shto mat. Apo e shihni domthon të ndërvozë njeriu i cili është egoist, zhvesh nga gjitha këto parimet njerëzore, sa i rrezikshëm mund me qenë ato. Sa i rrezikshëm mund me qenë ato. Andaj shpesh flitet për rrezikun nga ekstremizmi fetar. Është vërtet që ka rrezik nga keqkuptimi i fesë dhe keqpërdorimi i fesë. Mirë po, hiq më pak se që ta ekstremistat fetar, në kuptim tamam ekstremist, se jo në pohime e shpifje. E ka tepru. Sikur se ka qenë kavarixhet. Ata që kanë teprime për shembull në fushën e tekfirit, shpallës njerëzve pa besimtar. Mund të rrezikshëm, padyshim se ata der gjak besimtarë të besimtarë pa asnjë arsye, pa asnjë argument, thjesht në bazë të tekeve të tij, në bazë të keqkuptimeve të tij. Po është i rrezikshëm. Mirë po, më i rrezikshëm se kjo është ekstremisti jo fetar. Ekstremisti jo fetar. Se ai ka një referencë që ka keqkuptu. Ato veç më mujt me kthy në kuptim të referencës, ai nalet. Se ai ka keqkuptu Kur'anin, dhe si pasojë këtij keqkuptimi ka bëu keq. A që kjo? Çka kena punë me to? Mi ja ndreq kuptimin në raport me Kur'anin. Ai referencën e ka të mirë, po e ka keqkuptuar referencën. E ka keqkuptuar shumë keq, dhe keqkuptimi është i rrezikshëm. Ama ai që ka referencë vetën. Ne kena punë me to shumë fish më shumë. Sa ai do të më hiq edhe keqkuptimin, edhe epshin, edhe koncentrizmin, edhe më apo referencën jashtë vetvetes, ka punë me të, ka gjë më shumë ato. Por ai të ndërvoz, shikoni historikisht apo. Shikoni historikisht, domthonë njerëzit që s'kan pas besim dur në Allah xhallahu ala, so krime kanë bërë, so kanë bërë ata që kanë pas besim. Dallimet mëdha ka ato.
Lajmet ma e ka. Andaj, Allahu xhallahu thot, a ke pa ato që më në gjykimit? Që bën ajo? Qëra që s'beson në Allahun edhe di gjykimit, qëra që ka bën ajo? Yad'ul yatim, refuzon yetimin, shtyn yetimin. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Nga mungesa e mëshirës, edhe të besimit, edhe të natyrshmërisë, ai jo që nuk e ndihmon tash miskinin. Shiko, këtu s'ka nuk e ndihmon miskinin. Shiko, e refuzon jetimin, e shtyn në mënyrë arrogante jetimin, dhe nuk ka ardhë, dhe më thonë, nuk e ushqen jetimin, jo. Po ka thonë, nuk e flet as një fjallë, wala yahuddu, as nuk nëzit për me animu jetimin. Unë snimoj, kopratësia ti, arroganca ti, egoizmi ti, atë që është thellë i stresuar në shpirë ti, sa qaj, ju që nuk jep, po as tjerë nuk i nëzit me dhonë. Nuk thët jepje, shkani më që ati se i kam dëborë që nësë po muja, po. As këtë nuk e banë, ma dje bënë të kundër të. Dhe këtu Allahu xhallahu të ndërë të çështja e nëzitjes, ka wala yahuddu. Ka arë në kohën e tashme, që nuk kupton veprim të vazhdueshëm. Domethënë, mentaliteti i tij është i tillë, arrogant, s'është çështje momenti, s'është çështje rasti apo mërzie. Kjo është nervoz, vëllai, nuk di çka fola e bona. Jo, s'është punë nervoze kjo. Kjo punë mentaliteti, ai që ashtu funksionon, ai që ashtu jeton. Atë kur vjen fola në kohën e tashme, nuk kupton një veprim të vazhdueshëm. Wala yahuddu. Ai kur se bën? Kur një fjalë të mirë për fukaran nuk e thot. Kur një fjalë të mirë për hetimin nuk e thot. Kur derdh si bën këtë punë, kur gale se ka. A ka mundësi me kon njëri kaq arrogant? A ka mundësi me kon kaq pamshirshëm? Po ka, aspishë, të aspishë në për dunja, çka po ndodhin? Njerëz janë në gjendje të ndërrozur apo që për interesa të caktuara të përfitimeve materiale, me ndez gjysmë luftës, gjysmë në dojës në luftë. Ç'është gale? Po di sot mjetën i komedi këso gruja, një qabohet punë e madhe, na fitojna. Nuk kejtë cilë të këfitimi, nuk ka më nëzim pasoja. Atë është e rrezikshme një kategori e tillë me pas fuqi në dorë të vetë. Nuk të kursen, nuk mëshiron, nuk matë me dobinë e njeriut, po matë me dobinë e vetvetes dhe interes të klanit vetë. Kjo është e rrezikshme. Kjo është e rrezikshme e rrezikshme është. Andaj, që kemi pa për shembull, dashur Allah me përfundu me të mira, nga za që kemi pa është, ç'ka? Apo, në thjesht rënim dhe shkatrim dhe shfarusje totale të gjithë shka që ka për para. Unë, për shembull të ndërlozër, arsyetimet që është bombardu spitali se për funi ekstremistët po operojnë, apo, janë dëshmu me 10 që janë gënjeshtra, kur s'kanë gjithë korgjë. Don kur dikush e bën kabull me sulmu spitali me një smut. Çka të mërmend e mu për masoj me folë. Ose lekët, apo. Vend banime ku është ditë se janë refugjat. Është ditë sigurisht. Edhe aty e bombarduan. Njerëz 100% doon pa armë, pa kurrë gjë. Jo pjesëmarrës në luftë. Thjesht kanikull refugjat, s'ka ku me shku, pe një veni u bëjt me një ven. Edhe ata e ngjujt apo. Edhe kët e kalojmë. Njerëz kanë shku me marrë ndihma, me kusia ndora, po kupton? Edhe ata e ndro. E këta që të kanë bëu këta? Nga se këta s'meritojnë as bukë me hangër. Për shkak se pala vrastare, apo palën e vrarë nuk e konstruon njeri. E që kjo problemi sot apo? Se ka njerëz që nga arroganca e përsisë të tjerët nuk i tërrojnë si njerëz. Nuk i tërrojnë si njerëz. Prandaj kafshën e vlerësojnë ma shumë se njerin. Kafshën e ruajnë ma shumë se njerin. E kjo qasë është rrezikshme. Që Kurani po paralemran për deformime të këtij niveli në moment kur besimi nuk është dominant tek njeriu. Nuk është dominant. E rajte lidhi u kedhibu bidin. Çka që mund ditë gjykim. Kush është ky? Alladhi yad'u al-yatim. Ai që i cili domon Fedhalik e ledhi, fedhalik, aja është i cili e shtyn me arrogancë timin. Wala yahuddu, e asë nuk nëzit. Në qka? Jo në ushqim, shikoni Kurani ka shprej shumë precize, shumë precize.
A bëhet fjalë për fukaren këtu? A bëhet fjalë për fukaren? Po, Allah nuk po thot, nuk nxit me e ushqy fukaren. Po nuk nxit me ushqy fukaraja. A ka dallim? S'ka thonë, wala yahuddu ala it'amil miskin. Nuk nxit që bukën tonë timi ja dhon këtina. Edhe çështu normale. Jo. Kjo është nivel i avancuar. Jo që nuk nxit që dikush parën e vet mi ja dhon dikujna. Jo për këtë. E çka për çka nuk nxit? Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Nuk nxit me ja kthy bukën fukaras që i takon që ja ke marrë burr. Se për me jap tonën, s'po ta lipë tonën, po jep ja vetën e vëlla. A është toka e tij, a është buka e tij, a është uji i tij. Pse ja ke marrë më vëlla? Pse e ke pushtu? Pse i bën zullum? Dhe në që nivel ka artë e ti mikranta. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Se i ta'am, në këtë formë, i ta'am, ju t'imu, ka dhe në Kur'an e kështu. U ju t'imune, e ta'am, japin nga buka vetë, nga sofra vetë, japin tjerve. Kjo është lloj bamirësie. Këtu Allah s'po thot për bamirësi, s'po lipëm rahmet për juve, a s'po lipëm me në një muj, jo më mërbur, po lipëm zullëm mësë me në bo. Po lipëm mësë me në shkel. Këtë po kërkën Allah të barë këtala. Wala yahuddu ala ta'am. Në kjo ta'am, kjo buka e ti është toka e ti, është parja e ti është, jenë resurse e ti. Pse ja ke marë? Në edhim të ndërë vëzër. Pse Afrika është sinonim i kontinentit të fukarallokut edhe uris? Pse është, apëtën? Pse që kjo jetë, ka të bëjmë me ta? U shku dikush ja u ka marë keqa ka, se dikush e pse e kalon me marë? Këtu e në tira më abite më sërej. Se dikush ka qenë në e përsi ushtarake, ka pas tira mesele këto, apëtën. Ama ata buk kanë, ata nuk kanë e mu që buk në Afrikë, jo burë. Vështë lejo bukën e ty në të hajnë vetë. Kush e ma shumë? Andaj, qaset kolonialiste, imperialiste, apo që kanë shfrytzu fuqin punëtore, e kanë shfrytzu bukën e ujtë, keqë u kanë marë, në fund i ka nje bukën e vetë, kanë qërone, po do me hongër që po dënë. Edhe kjo është këndru bamirësia. Pra e të ndërëzër, si tash, adin, është për me e pa kuptushme nga perspektiva njerëzore, nga perspektiva njerëzore. Për shumë njëri, jo merë 10 vete ka një mjera. Jo merë aty në ka një mjera. Tani me që një mjeru i qarus. Apo, e ata o Allah është problemet, që e që fa njëri, me pare ty në pohajnë, e ati thujnë faliminderit, a ke pa kështë në herë, që kjo është deformim, që kjo është deformim, wala yahuddu ala ta'amil miskin. Nuk nëzit as këta, le që se jap, po se ngrit zonin kur me folë kundër padrejtësive, kundër zullumit, kundër shkeljes së të drejtave të fukarave, kundër korrupsionit, që është realisht djerë se huj e keq përdorur. As që kjo është, as për qëto s'let, as për të nuk qërtan. Pse? Për shkak se i cënohet interesi. Cënohen raportet klanore edhe shkëmbimet e psharake të interesit saktuar. Pse me folë? Shka le e timin punë e madhe miskinë, pse kur shtet për ta? Për ku t'i dhimet kë? Kur kujtë vallapën? Na vazhdojmë me ranin tonë edhe i cmëtutje. Që kjo është, që kjo zullume, që kjo padrejtësia. Shka le këto, pse ku t'i dhimen këta? Ku t'i dhimen? E pa çmendurin ku mund me arrit, dhe më thonë arrogancën e njeriut. Në shkrim njoni pej llafazanëve që tha, pse nuk duhet Palestina me konë shtetë, apo? Pse nuk duhet, në fundit, a një që ka i bika, qysh mi dhonë shtetë aty që s'janë njerëz, ata kanë nevojë me kalë për proceset caktume, apo? Kërë që ata që i po i vrajnë, e këtë fundi s'kam për një farë qara ata pa i vrajnë se sërnuat me këta. A kuptan të këtë poshtërsi anti-njerëzore dhe në këtë nivel? Apo? A s'pëta lip tokën tonë, vëlla, a s'pëta lip marrë ka, a për lip tokët vetë, ku ka rëdhnu e ku kanë konë, baba për gjithmonë, që ata për e lip? Nëse s'ki mund si minimu, s'paku zlumë mësë baba, mësë gënje, mësë mashtëra. Gëse nuk është njerëzore, s'ka i shmëresht anti-njerëzore. E qëto problemi të rënsurja ma unë, nga perspektiva e mungesës e besimit, se njerëz nuk e kam parasysh fare, se ka me dalë paralat me dhonë lagari. E kur nga që kjo barë, kushtimisht, lirohet,
tani ajo është, Allahu na rujt. Allahu na rujt. Paramëna për shembull, një djalë i ri adoleshent, plot eufori, apo plot eufori dhe plot me ndjelësi, mi adhon një tjerë, i cili është pimat shpejtve, apo shkon 250-60 në orë, apo edhe s'ka fren, s'kelja sa të mundën shapto. Qa bën këmë këtë kërë Allah? Qka bën? Kërdi bën? Mi dalë për para kërët, njerët, këtë i fshin për para. Fuqi po, e frenim jo. Qa bën kjo? I sot po bojnë ndeshje, Allah mu bërën, Allah në rujt, apo me frena, me 100 mundësi, apo me konë të kujdesëm, si janë të kujdesëm. Në njëmë pas parasysh frikën për Allah gjellë ora, qka nëse dikon e dëmtoj? Qka nëse dikujt i boj zullum? Ka njerë që si pasoj e aksidentit kanë mbet në karros, që shkojnë të bëma halala, në fale, ku e dyn, a i ta falë, po e rifi, jetë ati ka marrë fund. A ne prite pa u bo, Allah në falë, gabimisht, ndodhë, to e nësene që Allah në arrujt nga sprovat. Mirë po, a dalin njerë në komunikacion e përgjësi? Një nga ato forma që të malë me koni përgjësëm është dita e gjukimit. Kime dalë për Allah gjellewala, gjdo keq përdorim, gjdo rëzikim, është pjesë përbërse e dhenjës logari për Allah gjellewala. E aj që ruhet edhe në frenimin e ti, edhe në masën e shkilës së pedales së gazit ti, edhe që ka që kujdeset kjo, që ka të mene pun tjera, nëse që tu ndikon dita e gjukimit, që ka të mene ndikon tjetër Allah. Andaj, wala jahuddu ala ta'amil miskin. Që të janë mëzbesimtarët, që mohojnë Allahun, mohojnë ditën e gjukimit, mohojnë të drejtën e çdo kujt me jetu, përveç të vetvetes. Të tjerë të shohin shërptor, në so vetën zotni. Supremacia aty në ka kalu çdo kufi, që menojnë se nëna më të mirë, jene më të mëshmit, edhe tash, ju jeni ata që duhen me na shërby. Nëse nuk e bëni këtë, i kemi të gatshëm kallëpat, me të cilët ju bëjmë tërbije ju vapën. Edhe ju futim në kallëpat e rrobnisë së vazhdueshme. Allahu thret në liri të në vëzër, jo në rëbni. E ka pëshet në gjykimit, sa me kun i lirë, ku ki drejt me e thonë atë që të kanë, me kërku atë që të kanë, i lirë me konë, jo rabë, jo servil, jo i shitën për indrejt e caktume. Wala i huddu ala ta'amil miskin. Dhe pasaj Allahu gjallë të ndërëzër, në mënyrë të befasishme, kalan tash një tem tjetër që thushe, tash që ke që ka të bëjë që të burë. Hajde pe kuptaj, më ditë në gjykimit, pe kuptaj këtë, apo. Hajde pe kuptaj, që kaj që zbëtë ditë në gjykimit, zbësën Allahu gjallë wala, normal me qëtime në jetimit, po më nëjë ti thush ashtu, normal, e une, po së është normal e kjo. Hajde që spija bukën e bën zullum, që këtu tema mund të lidhë njëra me tjetër. A ma thush, që këtë është të apshirë ketër. Tash kjo qëtë komplet për sistemi tu, tash qa ka të ka me këtë punë. Fa wejlu lil musallin. Mirë ata që falen. Qa kolin namazi këtu? Na po flasin për ata që janë muslimanë, Allah. Na kem të netër hatë, na kem të shiku ata tjertë. Apo, na muslimanë që i besëm ditë i gjykimit, kem të thonë që këta sot këqijet, apo. Ja, s'ka që kështu, apëto. Ja, s'ka që kështu. Sa asna s'jena që thot po dhe për kurban. Asna s'jena faqebarë këtë aspekt, apo. Se edhe na bëjmë zullum me përmasë ose këna mundësi. Ja, të na ka zullum, edhe na ka shtypje, edhe na ka cim të drejtave. Andi Allahu Gjellera flet për dy kategorit që nuk kanë përfitu nga besimi, që pastaj të nënkuptohet kategoria që ka përfitu nga besimi. A kupteni se bukur është kjo? Në surën Maun Allahu flet për dy kategori që s'kanë përfitu nga besimi, disa hiq e disa shumë pak, që të nënkuptosh nga këto dy kategoria e tretë të përfituesve më të besimi që muslimanët. E devotshëm të kompletuarit ata që me një standard jetojnë, me standard në besimit, adhurimit dhe moralit të mirësjelljes. E këta që Allahu flet ashtu të dytë, kush janë këta? Këta në munafikat. Apo, dyftyrshët. Të se dëmon nuk bëjnë mirë jetimit. Këta se shtyjnë jetimin, ja s'bojnë këta kështu. Këta nuk janë ase që uzurpojnë. Nuk janë ato. E çka janë këta? Këta edhe ato më të shenjtën, më të madhen, apo? Edhe në që ato bëjnë reklam, e qka të me për të shkaptën? Që të me në apo? Dhe Allah qka tha, apo?
Fawailu lil musallin, alladhina hum an salatihim sahun, alladhina hum yura'un. Mirë për ata që falen. Po jo ata që falen, ata që s'ban munal ata. Nuk ban këtë munal. Kush janë këta? Alladhina hum an salatihim sahun. Ata që ndaj namazit tyne janë të pakujdesshëm. Shiko, thot Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, elhamdulillah i cili në mshiraj me përdorimin e një lidhse në vend të lidhses tjetër. Pse? Se këtu Allah konë alladhina hum an, fjala an nuk kupton diçka të jashtme. Nëse lidhsja fi nuk kupton diçka të brendshme. E Allahu po mirë për ata që falën të cilët ndaj namazit, do nga jashtë nuk kanë kujdes ndaj namazit. Se ti shkon nuk kanë kujdes nga mrena, tonë shkon për neve, ky mirë e më dhënë. Allahu na rujt. Se si për neve mrena namazit s'ka pa kujdesi, cili, këtë kena pa kujdesi jepën. Ama Allahu këtu se ka përdor fi, e ka përdor në anë, se e din halin tonë. E këta nga jashtë kanë problem. Çfarë kuptimi kanë problem nga jashtë? Kanë problem nga jashtë, nuk kujdesin për kohën. Nuk është përësi për ta namazit. Se kanë prioritet ata. Kur të ka mundësi, kur të bëhet, kur të shet dikush, apo se ka prioritet. Andaj kjo është një qasje neglizhuese karshi namazit. E jashtme. I del vakti, se fal heq tek e fundit. Çita janë ata që Allah i qërta. Alladhina hum an salatihim sahun. Ibn Qayyim rahimahullah ka thonë, këtu Allahu pohon se këta falen. Do në këta namazin nuk e lënë krejt. Falen këta ato. Mirë po namazit ty në realisht është formalitet. është pa shpirt. është pa ndikim dhe pa funksion. Kjo është e rrezikshme. Andaj të parët kanë problem për shkak të mungesës së besimit ditën e gjykimit, andaj bën ato problemet e tjera. Këta e kanë problemin e njëjtë të manifestuar një tim me gjithçka për shkak të mungesës së kujdesit ndaj adhurimit. Prandaj të ndërrudhëzë, ç'kjo është Islami? Islami është besim në Allahun xhalla xhelaluhu, që përfshin edhe ditën e gjykimit, është adhurim ndaj Allahut xhalla, është namaz, nuk ka veç besoj në Allahun, është namaz dhe jo vetëm namaz, por është namaz përmbajtësor, që ka ndikim inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar. Namazet të ndalon nga punët e këqija dhe punët e dyta të pesta të pamoralshme. Andaj nëse namaz nuk bën më të mëshirshëm, nuk bën më solidar, nuk bën më bujar, kjo namazin tonë vëllai, çka ka bakia, s'është e mundshme. Nëse namaz nuk ndikon në besimin tënd, e besimit nuk ndikon në namazin tënd, kjo diçka se ka diku shkputje se këto dyja duhet të funksionojë. Patjetër, njëra e ndriçon tjetrën, e tjetra e fuzon tjetrën. Pa gjithsesi, s'ka mundësi. Prandaj të ndrozë, sikurse e kemi përmend. Shikoj kët mikrofon. Nëse nuk punon, ka diku një shkputje se normal është, në rrymë është, i kyçën është, ke në rregull është, apo edhe s'ka zu. E po diku në problemi. Se ky duhet me pas zu. Edhe kur ka besim, e kur ka namaz, duhet me pas edukat, duhet me pas sjellje të mirë, duhet me pas moral. Ama s'ka mundësi, besim në Allahun po, ditë e gjykimit po, namaz në fol, arrogant, koprac, i dhunshëm, s'ka mundësi, e pa mundshme është kjo. Atë diçka këtu s'po funksionon apo. Nëse këtu i ka përmesuar Al-Maun. E ku fillon mas pore me shiku namazin, mas pore shikojnë nga jashtë. Sa bukur kjo. Nuk mund të koncentru në namaz mbrana, apo pa i bë përgatitje dura jashtë namazit. Kujdesi për kohën, prioritet, marrja abdes që duhet, përgatitja shpirtërore dhe mendore kimi do Allah përpara. Këto janë të jashtme, këto janë të brendshme. Andaj kujdesi për namazin fillon nga jashtë. Nga jashtë fillon, pastaj bartet brenda tij atë. Ç'kjo rregulli? Andaj Allah po këta kanë problem me jashtë. E si të ka problem me jashtë, e mëna çapon kë. Për shkak të ndrozë, në një që namaz se ka prioritet, se ka gale, me ik namazi gale zbota. Hajde se falem kaza. Të ka ik namazi kejt, hajde inshallah, nesër e fali, sa problem inshallah. Drekën e fali dhe pa dreka djeshit u shkuta, ç'a më bëmo. Çka thjesht apo? Shumë thjesht për ta apo. Ai që çështu me thjeshtësi, krejt namazin e hub, po vëznia. Çfarë më ne tu fal mi shku më në veç pak, a thot audhu billah? Jo valla, thon. Ai se ka të punë, ai si ka ran hiç të koncentrimi. Ai si ka ran hiç të koncentrimi.
Që të Allahu që ka thot për munafikët? Pse po thëmë se këta munafika? Se kjo është namazi munafikëve. Kjo është namazi munafikëve. Wa idha qamu ila s-salati qamu kusala. Kur qënë më falë, me nëziqohet, ku erë thash filonim në vakt namazit, tash këtë qënë më falë, s'ko këtina. Qëse, me nëziqohet më falë, qëllën diku me në vend, qëlloha me do uqunë më falë, dashtë dhe më uqua, dembel, me konë vësqohet kur, që ta e munafikat. Jura unë në nësë, e bojnë që mi pa njerës. Apo, e ledhini hum, jura unë, Allah tha, ata që e bojnë për i pa dikush, munafikat. Ate dy kategorit, që realisht nuk kanë përfitu nga besimi. Mos besimtarët më huësit, heq s'kanë përfitu. Heq. As besën Allahun, as di gjykim të askurgjë. Këta e kanë i falloj besimi. Mirë po jo funksional. Besim formal. Besim pandikim. Edhe kjo është i qërtuar. Dhe këtu Allahu të ndërvëzër që ka thët, fawailu lil musallin. Më unalë që të problem bëhot ato. Andaj të ndërvëzër këtu është një dobi më rëndësi që me ditë qysh me i citu fjallët e njerëzve. Me ditë qysh me i citu. Mos më unalë ku së bënë më unalë ato. Ja, jo me bo shkëputje ku ti ki qef me unalë ato. Ja, në ditë ku më vazhdu. Do njerëz e marrë një pjesë, do qysh ato të hoqja. Ma një nga e veç pak ma poshtë, ta një që ato të hoqja. Veç mërë të kompletuar. Nëse fjale Allahut gjymtohet, keq kuptohet, çka ta mërën për fjalët njerëzve? Çka ta mërën? Andaj, disa kanë thonë, që kanë pi alkohol e kanë bo zina, kanë bo punë pista. Kanë thonë, na keq po bojmë, apo, vesh, ata që i falin më të kishë na janë. Se Allah partë, fa wailu lil musallin. Mirë, wail është kërcënim me xhehenem së lloj mallkimi. Thot, e në Kur'an s'ka kërkun që Allah ka mallkuar ata që pinë alkohol. Se ka sot merë shumë, e kanë keq kuptuar jetën. E që shto të ndërvëzër, nështë jo me qësi qasje kaq të dukshme, që është kaq e qartë që është e paqëndrueshme, jo që është bashkë, po jene do tjerë që shto të i bujnë do presje ku s'duhet, e do pika ku s'duhet, e thot që shto të rtajeti, hadithi, e tani e formën një koncept caktuar të islamit, një interpretim caktuar të islamit që i shërben epshit, nuk i shërben në nështrimit edhe adhurimin dhe Allah të mënduar. E këtu e të rëzik me këto qasje, këtu e të rëzikshme. Gjymtimi e jetëve, marrja një pjesë, lënia një pjesë, argumentimi një pjesë e injorimi një pjesë tjetër të argumenteve, është qasje rëzikshme. Për me qenë argumentimi i fuqishëm, i saktë dhe i vërtet, du me koni kompletuar. E që kemi një kompletuar, që për çështën që po flet, mi mbledh argumentet, mendimet, fjalët e dietare, e në fund non çështo thot feja. A më veç me nejet, unë lezova nejet, çështo theke. Po a ke lezu një për para, jo se kom lezu Allah. E qysh pra? Andaj, fawailu lil musallin. Këto, mjerë dhe që falin. Shko mundësi mjerë dhe që falin, e Allah ka thonë, kad efleha, el mu'minun, alladhina hum an salatim, alladhina hum fi salatim khashi'un. Ma posh ka thonë. Ati kanë shpëtu ata që janë besimtar, kur ata? Ata që janë të përru namaz. Pasaj, që ka thonë, ma ala salavat mi hafidhun, kujdesin për kohët e namazit, kujdesin për tjashtën, për të brendshmën. Kanë shpëtu. E që është mirë për ata. Je mirë për ata që janë ndaj namazit pa kujdesshëm, se kanë prioritet, se kanë me dert. Alladhina hum yura'un. Të slet e bojnë përsye për faqe. Andaj të ndërvëzër, këtu e kemi atë boshtin ku lidhen njët. Edhe këtë kategorisë të parë, edhe kategorisë të dytë. Syfatësia të ndërvëzër është smundje e zemrës. Po, smundje e zemrës, se me brendshme. Andaj, smundje e zemrës janë problemi kryesor në keq kuptimin e fesë. Smundje e zemrës janë problemi kryesor i kuptimit të duhur të situatave që pastaj besimtari në bazë të kuptimit drejt duhet me marrë qëndrimet të caktuar dhe reagimin e duhur. Smundja e zemrës. Nifaku, dyftësia, smundja e zemrës është
Pa dyshim. Mohimi i dezgjykimit, problemi çka fitor, i zemrës. S'ka mundësia në zemër, mashallah, e ka plot besim në dezgjykimit, po hala që është gua s'pja bën me qita. Ja, gua s'vetet bile heq. Kush e vet guën, nëse zemra është e mboshtë me iman? Kush e vet guën? Kush? A ka mëse me thonë dikush, nuk e din ti sa dua Allahun, nuk e din jo, zimi u shpreh. Po gjithë kur përven koha namazit halabe s'po më gjysh pja. Si he ona se kitë mështë, s'është e mundshme. Me kun zemra e mosht iman, e dashni, po s'ti vetë gjimë të rëtë heqë bre, hec t'i vetë. Nuk t'i vetë, Allah. Si generali fuqishëm që është, me pushtet. Kur të dilni ati në reshtë, a dvet a ke flet, a s'ke flet, a je lëdhë që më falë Allah ile se po vjen keq. A dvet? Me më nësë dveta, ki me dalë, më rashtë ki me dalë. Apo se është komand, është udheqë, është disiplin. E që është komandanti i trupet i thëtë, dil një safë, Allah i në luhë, qëfar komandanti kë? Qëfar generali kë, pa i dapt të kë? Kë është i dapt, kë është i ladhë, kër se ngon gjuhe, se ngon dore, se ngon... Dapt është, Wallahi me kone moshtë, që i shmo, Andaj, krejt këthejet e zemra, palejme është e zemra, adhurimet e zemrës dhe smund e zemrës, prodhojnë anomalit e kësë natyra. Këtu Allah fletë për besimin e pam, fletë për moralin, me një mu jetimin, me një mu miskin morale kjo është edukat, fletë për adhurimin, namazin, që kjo është islami. Besimi i cili ka standarde, mbi të cilat ndërtohet adhurimi dhe sjellja dhe edukata e besimtarit. Me iman këtë rregullohet, me besim. E këta nuk kanë të rregulluar për shkak se kanë smundje të zemrës, për shkak se kanë problem. Pra të ndërgozë, na duhet me jetu me standardet e udhëzimeve kuranore, me standard e udhëzimeve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Edhe në aspektin e besimit, edhe në aspektin e adhurimit, edhe në aspektin e moralit, edukatës dhe mirësjelljes. Dhe Allahu xhallahu ala pastaj e përfundon këtë, do të thonë, o yamna'un al-ma'un. Çka është yamna'un al-ma'un? Flet për problemin, pra po thonë, të mungesës së kuptimit të drejtë të duhur, të mungesës së kuptimit të drejtë e të duhur të fesë, të funksionimit të kompletuar të fesë, e ndarësht, besimin e ka me njanë, adhurimin e ka me njanë, standardi ka të përzime, herë gjykon me që ka thonë feja, herë gjykon me që e thot interesi vetë, herë gjykon me ato që ka thojnë tjertë, s'ka standard të unifikuar, nuk ka sistem funksional që e udheq njët në përdishme, edhe brendin edhe tjashtëm në ti. E kur që rregullohet një din këtë masë, e pam që ka bënë. Donë nuk nëzit, ja hanë hakun ati, bashkëpunen me zullumqarin, e shtyn jetimin, edhe që ka bënë të nëndëzëm, edhe nuk e falë namazin që shdohet. Me një fjalë, këto kemi të nëndëzëm, që rregullim tani në raport me dy anët që du të me konë të rregulluara. Mungesa e mshirës edhe solidaritetit karshi jetimit e miskinit, cili dimension është? Raporte njerëzore. Apo, mungesa e cilësisë në namazit dhe kujdesit është problem në raporte me Allahun xhallahu. Ç'kjo është feja? Feja ka me mësu besimin, adhurimin, edukatën e duhur, që përmes këtij kompletimi të ndërtojmë ç'është duhet raportet me Allahun dhe me krijesat. E çka duhet më shumë pra? Me di ç'është me Allahun me të mosil, me adhuru dhe ç'është me bashkëpunu me njerëzit, e më ndihmu, e me bashkëpunu e kështu me radhë. Shikoni të ndërvozër edhe këtë, pastaj edhe jeti fundëm. Shikoni këta nga çrregullimi, këtë ju ka përcjell. Në raport me miskinin, domthon sjapin. Kur sjap çka bën? Mos dëni është një lloj fshehje apo? Ose kur e cën hakun e dikujt, çka më shefti atë? Më shef dokumenta, më shef vërteta, apo se kur s'do më janë hakun dikujt, a tham, si ja bukën atij që i takon. Kur si ja bukën që i takon, çu bën ti kësaj pune? I më shef argumentet, i më shef faktet, i më shef letrat poseduese, mashtron, i më shef dëshmit, më shef. A po shef e më shef. Do me napot me krijesat ka qasje të fshehjes, ka qasje të mbylljes, ka qasje të ikjes, në raport me krijesat.
E në raport me Allahun ka qasje të ekspozimit, dëshmis, apo përmendjes. A duhet me kone kundër ta? Kur duhet me kone adhurimin dhe Allah, duhet me mshef adhurimin. Duhet me mshef gjurëm të adhurimit, nësë pa që ke bo njerëz. Andaj, kontradiktor. Në raport me Allahun, kalzon, unë e kumbo, unë më falë, jo që më falë, po më stërajmë ju kalzon e punë, gjinu shumë jam, apo, edhe tuan gjami elhamna një fukarasin një mova, përën. Unë kejtë që ka dokumenta që kalzojnë sash dhe vëshëm, i kalzon. Kur bjem puna me i kalzojnë dokumentat që ja ka marrë hakun dikujt, i mshef, jo, ty bën ka, gjoj, hajtë ku ka, po. Apështë që farë mashtrusi është. Në raport me Allahun e ka të kundërtën, e në raport me kresë e ka të kundërtën. Të me kohë në raport me Allahun i mshef, ja, kush e ka bo këto, dikush e ka bo, Allah është përmi kush e ka bo, që i mshef dokumente pa mirësis, kur bëtë ka përrit në tjepë. Dërsa në raport me kresat, jo jep hakun, që kjo është e jotja, e kumë gjithë, po shku në emnët, kuleta është e jotja, këte e njerit kuletën. Andaj, ka kontradikt, i kundërt është, i mrapsht. Edhe në fund Allah dhët, nga mrapshtia e madhe që e ka, nga egoizmi i madhe që e ka, nga kopratësia e madhe që e ka, o jem na unë el ma'un. Qëka është jem na unë el ma'un? Ma'un të ndërvëzër, djetarë kam përmen disa kuptime, ma thjesht me bo në fund. Ma'un është, do më thonë, kur dikujt i jap diqka, e ti s'dëmtosh, ti s'hup kur gjo. Nën ja jap përfitimin e ju mallin. Për shamu të ndërvëzër. Dikush të thëtë ty japëtë, dikush të thëtë, je në klasë, në bankë me dika. A mund me me që të mres të mrej lapsin? Nëse t'jep mresin me mrej lapsin, jo me ta mja falë, veç me adhonë ta këthej. A hup të t'i qepë në? Jo, kur gjë. Një 2-3 ka me silë dhe krypuna. E Allah thot, a si ta se jep, dhe që se jep, atje mallin, e si a këthe dikujt mallin, po sështë në gjendje edhe mi adhonë dikujt minimumin e mundësis përfitimit. Që kështë e marë kërshje më dhënë, falbe, i kam dhe musafer, e po më du me bo një gjiltë madhe, s'kam tepsit mjaftushme, me apë që të vështë të krytë, ta lajt, ta këthejë. A dëmtohet tepsia nëse e bo një gjiltë, a dëmtohet? Jo. O Allah, s'mon me të Allah, se qa që është kopratës, që është jem na unë el ma unë. Edhe përfitimin si a japë, lemo fitimin heq se heq, fitimin e si japë kërkujt heq, po asë përfitimin nga fitimin se a japë, qa që është kopratës. Qa që është i keq, i liga, qa është i keq. Dikush me të vetë, për shambull, më falë bërse që mi këtu e rruga ku është, për me shku, zdi, që si the, a e bërë që mi kalzohë. Parëm no, qa up ti mi kalzohë njëri, që sa të u, për shambull, qa up? Për i ligë është, se është i keq, që i keq, për që ta s'kalzohë. Andaj shika u dhe bila, sa i keq më në ko njëri, sa kopratës, sa i të mërshëm, mund me konë në raport me tjerët, momeni ku nuk udhiqet me standardet e udhëzimit fetar. Me udhëzimet e pejgamberit alayhis salam, me udhëzimet e besimit në Allahun, e ditën e gjykimit edhe moralit e duhur. Pra të ndërvëllazër, Allahu tha, a ke pa ato që s'beson çaban? A ke pa ato që falet për sy e fal çaban po? E ti si e që kjo, inshallah, bidnina. E atëre pra, kur thot dikush, jo këta, e ke pa të muslimanin çaban? Që aty kalzohu ti që i japëta. E që aty në të me kalzohu. Jo, për shembull, këta që s'besojnë që shtu ja bojnë, pa ata që besojnë ty për që është singat për ja bojnë, në udhë billah. Allah në arrujt me qenë dëshmitar të këqi të besimit tonë, e të namazit tonë. Allah në bojnë dëshmitar të fuqishëm të ndikimit të mirë të besimit në Allahun të barekutala, në ndërtimin e raportëve të duhura me Allahun, por edhe në ndërtimin e raportëve të duhura me njerëzit, në frimin e asaj që në kam su Allahu Gjellewala dhe pejgamberi solidar, bujar, bamirës, dashamirës, bashkëpunues, me këtë qopi njerëzve, për të mirën e asaj edhe në emër të asaj, që në kam su Allah dhe pejgamberi alayhi salatu wassalam. Që kjo është muslimani të ndërvëzër, që kjo është i miri, që kjo është ai që beson ditën e gjykimit, edhe e fal namaz që duhet. Prandaj, përmendja e defekteve në sjellje para namazit, edhe përmendja e defekteve në sjellje pas namazit, duke qenë namazi mes tyne, çka nuk kupton? Se regulatori i këtyre mas besimit është kush? Namazi. E ke pa, ka ardhë mohojnë, arrogant, sjapin ushqimin, pastaj, ka thonë, jem në unë, bojnë kësi problemesh, mes
fa wailun lil musallin. Mirë për ta që falën. Do të sikur të kish me qenë namazi në rregull, këto probleme s'kish me qenë fare heq ato. S'kish me pas as kopratësi, as egoizëm, as armiqësi, as uzurpim, as mashtrim, nuk do të kishte fare për shkak se namazi mas besimit në Allah xhallahu ala është rregullatori i jetës së besimtarit, edhe në raport me Allahun xhallahu ala gjithsesi, por edhe në raport me të tjerët. Namazi na mëson me kon të drejtë, e me kon të vyshëm, e me kon të zellshëm, e me kon punëtor, e me kon bujar, e me kon korrekt, gjitha këto shumë tjera ne mëson namazi. Andaj të ndërvozë to a dëshmojmë njerëzve praktikisht se kush është muslimani, i kompletuar në besimin e tij, në adhurimin dhe në moralin, mirësinë dhe edukatën e tij, na bëft Allah për tyne, na rujt Allah nga këto sifate të këqija, të këtyre që s'kan përfituar nga besimi, e na mëson nga ata që bëjmë pjesë e surja Al-Kauthar, që surja e pejgamberit alayhis salatu wasalam, se jemi pasues të Muhamedit alayhis salatu wasalam, e çysh ndodh kjo dhe çysh e ka përmendur Allahu besimtarin surën Kauthar, inshallah në takimin e ardhshëm. Zoti ju shpërblet të ndërroj për sabrin, na takojë të mira gjithmonë. Allah ju bëj mirë kudo që jeni, edhe të devotshëm raport me Allahun xhallahu ala kudo që jeni. Sallallahu ala Muhammed wa ala alihi wa sahbihi wa sallam taslimin kathira.